Përshëndetje të nderuar miq, mirë se u gjej të gjithëve. Ndalem sonte në këtë natë për të bërë një bisedë të shkurtër dhe për të bërë një urim të shkurtër dhe veçantë për të gjithë muslimanët e Shqipërisë, të cilët sonte mbyllin muajin e madhnueshëm të Ramazanit, festivalin e sakrificës. Nga lëvizja Dheu kam një mesazh shumë të rëndësishëm për gjithë ju musliman dhe muslimane, vëllezër dhe motra të besimit musliman, të cilët keni qenë vazhdimisht dhe historikisht tek themelet, fondamentet dhe tabani identitar i këtij kombi. Shqipëria dhe vendi juaj është në një moment jashtëzakonisht të rëndësishëm dhe ju si besimtar dhe besimtare sonte në këtë natë të shenjtë para Bajramit, ku festoni të gjithë festivalin e sakrificës, duhet të kuptojmë mesazhet e shenjta të këtij muaji madhështor, i cili sapo largohet, sapo u largua, sapo u mbyll, shpresoj që i Madhi Zot të ketë pranuar adhurimet dhe lutjet e të gjithëve. Ky muaj i sakrificës, kur orëzohet nesër me ditën e Bajramit, me ditën e madhe të Bajramit, dhe Bajram, siç e dini, vjen nga turqishtja, që do të thotë fest. Festa e Bajramit, festa e kurorëzimit të festivalit të sakrificës, nuk është thjesht një fest ku ne falemi dhe i lutemi dhe i falenderojmë Zotin për mirësitë e tij dhe për këtë muaj të madh, por është një fest e jashtëzakonshme, në të cilin ne përvetësojmë leksionin e festivalit të sakrificës, leksionin më të madh, më të vyer dhe më të çmuar, të cilin duhet ta aplikoj dhe duhet ta ushtroj çdo qenie njerëzore. Stërvitjen për t'i thënë egos jo, stërvitjen për t'i thënë epsheve dhe dëshirave tuaja të mishta jo, për hatër të Zotit, për hir të Zotit, për hir dashurisë tënde për të. Ju e dini mirë se vendi jeton në një udhkryq historik dhe sharlatanët e politikës, anti-shqiptarët më të mëdhej të këtij kombi, përpiqen që të manipulojnë ndjenjat tuaja, emocionet tuaja, sensibilitetet tuaja fetare, duke përdorur emocionin religjioz për të blerë vota dhe për të blerë mbështetje politike. Vëllezër dhe motra musliman, ky është muaj të cilin i Madhi Zot e obligoi, siç e obligoi për të gjithë popujt e tjerë që kanë jetuar përpara jush. Dhe këtë e bëri që ju në fund të këtij festivali sakrifice të dilni më të devotshëm. Nuk është një ritual që është vetëm për muslimanët. E thot Kurani juaj, Kurani jon dhe Kurani i gjithë atyre të cilët e besojnë atë. E bëm obligim muajin e Ramazanit, ashtu siç e bëm obligim për popujt e tjerë që kanë jetuar përpara jush. Që do të thotë rituali i sakrificës, i vetmohimit, festivali i urisë dhe i etjes për hatër të Zotit, nuk është një ritual i veçantë për muslimanët, por ka qenë, është dhe do të jetë sa të ketë jetë mbi tokë për gjithë popujt e tjerë të botës. Secila fe ka mënyrën e saj të agjerimit, dhe kjo që njeriu të stërvitet, të bëj maksimumin e mundshëm dhe të fitoj me sukses betejën ndaj shtazës, ndaj kafshës që fshihet brenda secilit prej nesh. Kafsha dhe shtaza, e cila na shtyn drejt tradhtisë, drejt pabesisë, ndaj grykësisë, ndaj pangopsisë, ndaj vrasjes, ndaj shkatrimit, ndaj vjedhjes, ndaj poshtrimit, ndaj grabitjes, ndaj thashethemit,
ndaj tradhtis, ndaj kombit, ndaj ligësis, ndaj urrejtjes, smirës e xhelozis. Festivali i sakrificës u mbyll, por ne dhe ju dhe të gjithë njerëzit e ndershëm të kësaj toke e kanë detyrë sot të marrin mësimin e kësaj festeje të madhe, mësimin e festivalit sakrificës. Festivali i sakrificës nuk është të shpërndani mish, as të hani hallë, as të bëni mish të pjekur nesër për Bajram, as të shpërndani tullumbaca. Të gjitha këto mirë bëni që i bëni, t'i gëzoni dhuratat e fëmijëve, sadakaja, mirësia, lëmosha, të gjitha janë rituale të dobishme për njerëzimin dhe për njerëzit. Por, festivali i sakrificës nesër, Bajrami i ditës së nesërme, pas festivalit të Ramazanit, është Bajrami i madh dhe nuk ka Bajram të madh nëse nuk e vrisni shtazën dhe kafshën brenda jush. Nuk ka Bajram të madh nëse nuk e vrisni tradhtin brenda jush. Nuk ka Bajram të madh nëse nuk flet me nonën dhe me babën. Nuk ka Bajram të madh nëse tradhton atë dheun dhe kombin tënd. Nuk ka Bajram të madh kur i jep dorën tradhtis. Nuk ka Bajram të madh nëse i jep dorën anti-shqiptaris. Ju jeni pas artësit e Hafiz Ali Koçës dhe Bidibrës, Haxhi Hafiz Abrikoçit, që e shkrin jetën e tyre për Shqipni, e shkrin jetën e tyre për atë dhe, kush burgjeve të regjimit satanist komunist, kush burgjeve të kohrave të tjera të errta, në për cilat ka kaluar fatkeqësisht ky komb dhe ky popull fatkeq. Vëllezër dhe motra musliman, dhe ju të krishterë të cilët gëzoni bashkë me vëllezërit tuaj musliman, ashtu siç kemi bërë historikisht. Sot Bajrami i madh është festa në të cilën ne shkelm përfundimisht tradhtin ndaj interesave të nalta të Shqipërisë, tradhtin ndaj trashëgimisë tonë fetare, të harmoninë tonë dhe vëllazërinë tonë fetare, të cilën na e kanë lënë amanet të parë tanë, musliman, krishterë, ortodoks, katolik, protestant, çfarëdo që jeni, të jemi të gjithë vëllezër, të jemi të gjithë bashkë. Politika e pisët sataniste, e cila ju shtron iftare me para kokaine, me para tradhtie, me para imoraliteti, me para babëzie, me para gryksie, ju ashtruan iftaret, mashtruesit dhe tradhtarët më të mëdhenj të Shqipërisë për një muaj rresht. Mos u besoni atyre tradhtarëve, mos u besoni atyre që i shesin interesat e Shqipërisë, mos u jepni besën, mos u ahani iftaret, as mos gëzoni me festat e atyre cilët shesin, tradhtojnë kombin e tyre dhe ja japin dorën tradhtis, ja japin dorën Beogradit, ja japin dorën George Sorosit, ja japin dorën agjenturave më të rrezikshme të cilat kanë pushtuar sot sektin në pushtet. Gëzuar festën e Bajramit, Bajrami ynë i madh do t'jetë kur ta çlirojmë Shqipërinë nga kjo kast hajdute politike 34 vjeçare, e cila po ju zhduk kombin e Hafiz Ali Koçës, kombin e Vebidibrës, kombin e Haxhi Hafiz Abrikoçit, kombin e Atë Fishtës, kombin e Fanolit, kombin e Azdrenit, kombin e Isa Boletinit, kombin e Ismail Qemalit, kombin e Skënderbeut, kombin e Hasan Prishtinës, kombin e Adem Jasharit. Festa jonë dhe Bajrami ynë i madh do t'jetë kur të bashkohet Shqipëria me Kosovën. Festa jonë dhe Bajrami ynë i madh do t'jetë kur më 11 maj të përzëm tradhtin nga kombi,
kur me 11 maj të zhdukim tradhtin nga kombi, nga zyrat më të larta të shtetit tënd. Bajrami ynë i madh do t'jetë kur të vrasim tradhtin. Bajrami ynë i madh do t'jetë kur të zhdukim tradhtin dhe sektin e Bugoshës dhe të Popoviçit nga drejtimi i Tiranës. Kjo është Shqipëria që e keni amanet. Kujtoni Muhamedin, paqja e Zotit qoftë mbi të, kur e larguan politeistët e Mekës, e përzun, e shpopulluan Mekën nga banorët vendas, dhe mund t'i shtoni ju emrat e të gjithë rilindasve të nderuar, të cilët unë nuk i kam përmendur, janë me dhjetra, burrat e mëdhej të këtij kombi, por unë nuk u ndala tek gjithë. Festa jonë dhe bajrami ynë i madh do t'jetë kur të vrasim tradhtin, kur të vrasim sektin bipolar që kontrollon Shqipërinë dhe po ju zhduk si komb. E kujtoni Muhamedin, paqja e Zotit qoftë mbi të, kur u shpopullua nga Meka, kur u përzu, u vra, u pre, u masakrua dhe u detyrua të emigroj për në Medinë. Ju e dini të gjithë çfarë tha vëllezër dhe motra besimtar. Ju drejtua me sy të përlotur Mekës së tij të dashur dhe tha: të betohem në Zot o Mek, ti je toka më e shtrenjtë që ka krijuar Zoti për mua. Po të mos më kishin përzën të poshtrit e Mekës, shkatëruesit e Mekës, unë nuk do t'isha larguar kurrë. Ç'ishte kjo dashuri e Muhamedit për Mekën, ndërkohë që në kohën kur Muhamedi qau për Mekën, muslimanët faleshin dhe drejtoheshin nga Jeruzalemi. Pra Meka nuk ishte ende vend falja, vend drejtimi i faljes së muslimanëve. Në kohën kur Muhamedi, paqja e Zotit qoftë mbi të, qau për Mekën kur e përzun nga ajo, muslimanët faleshin dhe drejtoheshin nga Jeruzalemi, drejtoheshin nga Aksaja. Dhe ky është argumenti më i qartë që Muhamedi, profeti i Zotit, traditën e të cilit e pasoni me agjërimin e 30 ditëve Ramazan, dha mesazhin e fortë të dashurisë për atë dheun, mesazhin e fortë të dashurisë për vendlindjen e tij, për Mekën e tij, për tokën ku i lindi koka. Ky është mesazh për çdo besimtar dhe besimtare, që duhet ta ketë lidhur shpirtin e vet me atë dheun e vet, me vendlindjen e vet, me tokën e tij të dashur. Atë dashuri që kishte Muhamedi për tokën e vet, për Mekën, dhe kush ka shkuar në Mekë e di shumë mirë se ç'është Meka. Është një shkretëtir ku ka vetëm rër, nxehtë si saç dhe gur të zinj. Dashuria e tij për tokën e vet ishte e panegociueshme. Kështu duhet jetë edhe dashuria juaj për atë dheun tuaj, për Shqipërinë tuaj, për vendin tuaj, këtë tokë që e keni trashëguar nga të parët. Dhe më pas, kur Zoti e pa dashurinë e profetit Muhammed për Mekën, e bëri obligim që muslimanët kur të falen të mos drejtohen më nga Jeruzalemi, por të drejtohen nga Meka. Dhe kjo ishte arsyeja që e shkruani dhe e lexoni sot në Kur'an. Ne e shohim, o Muhammed, i thot Zoti profetit, që zemra jote rreh nga Meka. Ne e dallojmë, thot i madhi Zot profetit ti, që zemra jote është e lidhur me Mekën, dhe për hatër të dashnisë tënde për Mekën, ne do ta bëjmë atë venddrejtimin e muslimanëve. Ky është argumenti më i madh që duhet ju lidh zemrat tuaja me tokën tuaj, me Shqipërinë.
këtë argument prej argumentave të Zotit në tokë. Ju desh i madhizot shqiptar, ju desh të flisni shqip, ju desh të keni këngët tuaj, vallet tuaj, gjuhën tuaj, ritualet tuaj, se cili e beson Zotin si pas rrugës vetë. Sot, në festivalin e sakrificës, ju rikujtoj të gjithë vëllezër dhe motra besimtar musliman, që Shqipnia është amaneti i Zotit për ju. Shqipnia është atë dheu juj, ashtu si shton edhe katolikët, ashtu si shton edhe ortodoksët, ashtu si shta dhe Papa Gjon Pali, i cili kur u pyet nga gazetarët para 35 viteve, 40 viteve, se përse i fundnin hundët në politikë, Papa Gjon Pali, papa simpatik i katolikëve tha, ne jemi të punësuarit e Zotit në atë dhe, kështu duhet ta shihni festën tuaj të Bajramit, të lidhni besën me atë dheun tuaj, të lidhni besën me tokën tuaj, të fusni shkelmin ndaj të gjithë shërbëtorëve të Mugoshës dhe të Popovicit, të cilët ju tradhtojnë vendin dhe atë dheun tuaj, ju tradhtojnë kombin dhe Shqipërinë tuaj, dhe ju japin nga një pjatë me çorb të prishur të antishqiptarisë, ju japin nga një pjatë me mish, nga një pjatë me trileçe, nga një pjatë me pilaf, ata të nxitur nga shërbimet rajonale dhe ndërkombëtare, të cilët duan ta zhdukin identitetin kombëtar shqiptar në emër të internacionales komuniste, e cila maskohet me internacionalen islamike, me internacionalen kristiane, apo me internacionalen ortodokse, apo me internacionalen protestante. Ata janë shërbëtor të agjenturave të huaja, të cilët duan të zhdukin Shqipërinë, duan t'i bëjnë ortodoksët grek, duan t'i bëjnë muslimanët turqe arab, duan t'i bëjnë protestantët izraelit, duan t'i bëjnë ortodoksët grek e rus e serb. Kjo është thika në kurrizin e Shqipërisë, ndërsa muslimanëve u thonë, kije një mendje në Palestinë, ndërkohë Mitrovica t'i lihet Beogradit, kije një mendje në Palestinë dhe Çamëria t'i lihet Greqisë, sepse tradhtia është ulur mbi këmbkryq, Edi Rama është ulur këmbkryq me shokët e tij në opozitë, Katovica e Ramizalis, e cila e sundon këtë kom prej 34 vjetësh dhe tenton ta zhduk, ta zhbëj nëpërmjet kontrollit të mashtruesve të fesë, bastardëve të lidhur me qarqet rajonale, me shërbimet e Beogradit dhe të Athinës, dhe me shërbimet e tjera rajonale të cilat duan të zhdukin identitetin ton kombëtar, për të na bërë serb, për të na bërë grek, për të na bërë turq, për të na bërë arab, dhe duan të zhdukin herojin ton kombëtar, duan të zhdukin rilindjen ton kombëtare, duan të zhdukin identitetin ton nëpërmjet propagandës së pështirë të internacionales komuniste, të maskuar ose me internacionale islamike, ose me internacionale ortodokse, ose me internacionale katolike. Bajrami i madh është kur ta shporni tradhtin nga kryeministria me 11 maj. Bajrami i madh është kur ta shporni tradhtin e cila mbulohet herë me shami islame, herë me mjekra, herë me hoxhallar, herë me priftri, herë me pastor mashtrues që i shërben establishmentit hajdut të Beogradit dhe të Athinës në Tiranë, që po shpopullojnë vendin, po zhbilancojnë ekuilibrat kombëtar, po na shporin nga Shqipëria dhe po na zhdukin e po na vrasin si komb. Vëllezër dhe motra shqiptar, ky është atë dheu i Hafiz Ali Korçës, ky është atë dheu i Padre Fishtës, ky është atë dheu i Vebi Dibrës, ky është atë dheu i Sabri Koçit,
ky është atë i Nën Terezës, ky është atë i Hasan Prishtinës, Ismail Qemalit, asnjë propagandë e helmuar, e maskuar me tradhti, me Turqi e me Arabi, me Greqi e me Serbi e me Itali, që synon zhdukjen e identitetit tuaj kombëtar, pështyjeni në fytyrë, pështyjeni dhe refuzojni renegatët e Beogradit të cilët duan na zhdukin si kombë, dhe vetëm atëherë do të keni mundësi të shpallni bajramin tuaj të madh, bajramin e Shqipërisë që e deshi Zoti Shqipni, bajramin e shqiptarisë që e desh Zoti Shqiptari, dhe që e coptoi tradhtia në 1913 dhe po e zhduk tradhtia sot, tradhtarët e Mugoshës dhe të Popovicit, që i trashgoi Ramizalia në 91-shin, u ndan në 3-4 parti, në 5 parti, dhe sot po japin shpirt dhe po tentojnë me të gjithë tradhtin, priftri e hoxhallar, mashtrus e mashtruse, të cilët tregtojnë emocionin religjoz për llogaritë e Edi Ramës, Edi Tradhtis dhe të shokëve të tij në opozit, me Sali e me Ilir, tradhtarët e kombit që e zhbën këtë popull për 34 vjet, e zhdukën këtë racë dhe duan ta zhdukin deri në fund, por nuk do t'ja dalin, sepse Zoti është më i madh se ata, Shqipëria është më e madhe se ata, sepse Zoti që e krijoi këtë kombë dhe këtë popull, këtë gjuhë dhe këtë racë, është ai që do t'i dalë Zot deri në fund. Gëzuar edhe për shumë vjet Bajrami, ju tregova kush është Bajrami i vërtet. Ju tregova kush është Bajrami i sinqert, që mos të keni iluzionin se hëngrët hallë dhe mish të pjekur, si që nxjerrin filmat e tyre, emisionet dhe tradhtis, televizionet e Beogradit në Tiranë, të cilët do të rendi nesër dhe do të vrapojnë, të tregojnë shqiptarëve musliman të derdhur në shesh, se Edi Tradhtia u ka uruar, se Sali Tradhtia i ka uruar, se Ilir Tradhtia i ka uruar, se poshtërsia dhe tradhtia 34 vjeçare i ka uruar, do të vrapojnë televizionet e Beogradit, të tregojnë muslimanëve nesër se Bajrami është sa paçe do të bëjnë, sa mish të pjekur do të shpërndajnë, dhe sa hall do të çojnë tek miqtë e tyre dhe tek komshitë e tyre. Ky është mashtrimi i madh, Bajrami i madh është vrasja e tradhtisë, shkulja e tradhtisë nga qeveria. Vetëm atëherë keni Bajram, të gjithë Bajramet e tjerë janë iluzion, të gjithë Bajramet e tjerë janë budizëm, të gjithë Bajramet e tjerë janë yoga, të cilat i bëni për të shpëtuar shpirtin tuaj, agjërim që e bëni për të ulur nga peshët, për të ulur nga kilet dhe për shpëtuar zemrën, mëlçin apo stomakun se doni të roni gjatë. Ka vetëm një Bajram, të shkulësh kafshën dhe tradhtin brenda teje, të shkulësh babzin brenda teje, të shkulësh hajdutërin brenda teje, dhe me 11 maj të zhdukim sektin e tradhtisë, sektin 34 vjeçar të Mugoshës dhe të Popovicit, që don të na zhduk dhe të na zhboj si këmbë. Kaq kisha, tregoja një shqiptarëve tjerë, kush ka bes burrni e shqiptari, le t'ja tregoj shqiptarëve, le t'ja tregoj atyre 200.000 vetave që dalin e falen nesër në shesh, 200.000 vetave që kanë falë Ramazan, që kanë agjëru Ramazan, 200.000, 500.000 vetave që do dalin nesër të falin Bajramin dhe të shkojnë të hanë drejt në Bajramit. Çojani ta dëgjojnë kush është Bajrami, kush është Ramazani, kush është festa e sakrificës, kush është festa e tradhtisë, dhe kush është i madhi Zot, çfarë është Shqipnia, çfarë duhet bëjnë ata për Shqipni. Unë jam Krishnik Osmani, ju flas nga lëvizja Adheu, besnikërisht tuaj deri në fund. Shihemi në Bajramin e madh, ditën kur Spaku do të arrestoj tradhtin, do të konfiskoj parat e sektit të Beogradit dhe do t'ju akthej atë shqiptarëve. Gëzuar Bajramin
kur të arrestohet Tradhtia, gëzuar Bajramin kur të arrestohet Edi Rama, gëzuar Bajramin kur të bashkohet me Kosovën Shqipnia, gëzuar Bajramin e shqiptarëve të bashkuar, gëzuar Bajramin e shqiptarisë në 100 vitet e ardhshme krenar, në trojet e tyre, vllazën me mot dhe motra, me vëllezërit e tyre ortodoks, katolik, protestant, të cilët ja kanë dhënë besën Shqipnisë dhe jo sekteve të përdalë të anti-shqiptarisë dhe tradhtisë që predikojnë internacionale religjioze në vend të Shqipërisë dhe të shqiptarisë. Kaq kisha për qafime për gjithë, i madhi Zot ja pas të pranuar të gjithë atyre që e kanë lidh shpirtin me Zotin, jo me tradhtin, e kanë lidh shpirtin me jetën e përtejme dhe jo me mashtrimin e kësaj bote të përshtirë, me të cilën ju urrejnë, me të cilën ju mashtrojnë, me të cilën ju joshin, me të cilën ju nxjerrin dhe tentojnë të shejtanizojnë dhe djallizojnë ekzistencën tuaj. Ky është Bajrami, ky është dhe urimi im për ju, i dal nga zemra, vërtetësisht, përjetësisht gëzuar, vëllezër dhe motra, besimtar musliman, keni mbi supe të ardhmen e kombit, për sa kohë jeni shumicë. Shumica nuk është privilegj, shumica është a do të ekzistoj ky komb apo jo. Shumica kur shisni mend dhe thoni që jemi shumicë, shumica është përgjegjësi, nuk është privilegj. Mbroni kombin nga tradhtia, mbroni kombin nga shpopullimi, mbroni kombin nga zhdukja, sepse do t'ju taksoj historia dhe do t'ju mallkoj, në qoftë se do t'jeni përgjegjës për zhdukjen e këtij kombi dhe të kësaj race nga harta, gjë që e ka përgatitur paria e Beogradit në Tiranë, bashkë me parinë e Asfalis. Bëhuni gati, ruani kombin, sepse kur thoni jemi shumicë, ju muslimanët e Shqipërisë, shumica është përgjegjësi dhe nuk është privilegj, e përsëris për herë të tretë. Do të zhduket Shqipëria nëse nuk e ndërshkoni tradhtin dhe mallkimi do të bjerë mbi ju, sa të ketë jetë mbi tokë dhe sa të flitet shqip. Kjo është përgjegjësia juaj. Këtë vendim duhet ta merrni tani. Rrofshi ju, rrofshin shqiptarët. Zoti e bekoft Shqipërinë, Zoti i bekoft shqiptarët dhe i dhasht prej mirësive të tij të gjithë racës njerëzore, pa dallim, feje, krahine, ideje, ideologjie. I dhasht i madh i Zot, lutemi për gjithë njerëzimin, lutemi për gjitha krijesat që marrin frymë mbi tokë, gjallësat të gjitha, qofshin njerëz, qofshin kafshë, qofshin insekte. Roft Shqipnia, roft Shqipnia, roft Shqipnia. Ju përshëndes gjithëve, gëzuar Bajramin, përhapeni videon, çoja në gjithë Shqipërisë. Gëzuar, gëzuar, gëzuar edhe për shumë vjetë. Natën e mirë për sonte, ritakohemi nesër se do të filloj fushata. Për treshin Shqipërinë, për lëvizjen atë dheu, për garancinë për Shqipërinë. Të gjithë ju që doni, na mbështesni në këtë betejë kundër tradhtisë, keni linkun poshtë GoFundMe në komentin e parë në YouTube dhe tek komentet këtu. Për qafime për gjithë, urime për gjithë, i madhi Zot ju dhasht vetëm të mira për ju dhe familjet tuaja. Paçi vetëm të mira e gëzime, vëllezërit e mi musliman, vëllezërit e mi katolik, vëllezërit e mi ortodoks, vëllezërit e mi protestant dhe çfarë do që t'jeni. Na bashkon Shqipnia, roft Shqipëria, rofshi ju, e bekoft Zoti shqiptarin sa të ketë jetë mbi tokë. Natë e mirë.